Erua zoti Guri, ç'mendon për këtë çështje? Shiko, para se t'i japim zoti Pingullit. Po heqë edhe syzet për që janë drejt për drejt me teleshikuesit. Maqedonia historikisht është quajtur Baras Albani. Pra, ke harta. Ilirida po, Albania. Dhe kjo Maqedoni që vjen, ku e gjeta më si ka mundësi më, urdhoni. Po, je i matë regjisor. Si e gjete ka shpejt më, bravo. Ja, Maqedonia, Albania. Maqedonia, Albania. Pra, si lexoheshin emrat e atërshëm në kohën e studiuesve romak të 200 vjetë para Krishtit. Urdhoni, Maqedonia, Albaniti. Thrakia është pjesa romane, ose Dakia, Dakët, e treta Vlehet, Valahia, Dakia. Pra, historikisht, Maqedonia e përbër nga popuj, edhe kjo është një gabim shumë i rëndë të dashur teleshikues, që ta quash Ilirin, Maqedonin, Fise, është shumë e rëndë. Pra, Fise të zbritur në Mali, zoti Guri. Ata e thonë që e zbritën 1900. Që u zbutën kur erdhen aty në fush. Ndërkohë, kjo Maqedoni kanë mira vjet atje. Me Heraklia, qytet, me Pelea, qytet, të quajtur që nuk vinin dot në lojrat olimpike të Greqisë dhe quheshin barbar. Pra, se flisin gjuhën shqipe. Se flisin dhe kishin kulturën e tyre, nuk e pranonin kulturën ajo që u krijua ideologji helene, që mund të diskutojmë me zotin Pirmi pak më vonë, po kishin kulturën e tyre dhe nuk e preferuan dhe u quajtën barbaros të parë, një kulturë më përpara se të vinte kultura helene. Edhe quhet barabar. Në 1850-ën grekët e socium e kthyen do ndryshë zotë Pirmi. E thot qartësi që gjuhët ata njerëz që nuk flitnin gjuhën greke, quheshin barbar. Flitshin një gjuhë barbare. Nuk thoshin që ishin popujt barbar, në të vërtet. Kështu është thënë. Pavarësisht se është kthyer kështu. Kurse zoti Dalipa dhe ju pas stërhollimit të problemit, del që ata as barbarin se kanë thënë si barbar, pa kanë thënë parë të parëve. Të parë. Domethënë ishte një gjuhë e parë të parëve. Po pra. Edhe kështu po del. Kjo është un koncept i rëndësishëm, zoti Balej. Patjetër. Sepse duke atëherë nuk quheshin barbar, oshin tuaj, janë të tjerë. Në kuptimin ishte as juaj, se fjala barbar nuk është baras me fjalë i juaj. Absolutisht. Po janë dreja është bile është barabar. Parapar, do me në popujt të gjendur më përpara se ne. Mi po këta e thot dhe Herodoti, që para se të vinin Helenet, këtu ishin Pelazgët, thot Herodoti, po e thot me fjalë të mëdha dhe e thot e Platoni, e thot edhe Plutarku, e thot edhe Straboni. Tani, kjo Maqedoni, nga le temi koha e Trojës, ku është Heraklia, kemi tribaldët e viteve 600, 500, 400 para Ereson, tribaldët. Krushit e Skënderbeu. Gjerkasioti. Po, Gjerkasioti. Thoshin nëna e tij është nga tribalda. Vojsava tribalta, s'ka asgjë me slavët. Bravo. Dhe atë e quani Gërgur. Që ka lidhje këtu dhe me emrin e zotit Guri, zotit Pingullit. Gërgur. Si mund t'jetë slavë? Emri Guri e zotit Pingullit. Gërguri. Po të bëhet i madhe zotit Guri, mund ta nxjerrin slavë. Një deg ishte Muzake Topia dhe një deg ishte Gurgur, Vojsava e madhe, po kur nuk është quajtur Vojslav. Pra, kjo Maqedoni e etiketuar e barabart me Albanin, me Shqiptar, pra, dim ke pyetja juaj, ke shqetësimi juaj me drejt që e ktheve në aktualitet, që Shqiptarët janë ata sot Tetov, gjua shqipe. Autoktonët, këta që bëjnë lidhjen e Maqedonisë me të vjetrën, që ai Zajeva, kush ishin këta para Zajevit? Zajevi vetë sa janë 25 milion shqiptar, para Zajevit, ortodoksë më të thashë. I cili vuri të gjithë herojnë me Aleksandër të Matë, me duhet ta kishim vënë fjalën e kryeministit. Duhet ta gjejmë ditë. T'ja vejmë që jo, unë e kam këtu, është fjala e kryeministrit që thot me gojën e tij që dhe unë mund t'jem shqiptar dhe kemi... Jo mund t'jem, unë jam shqiptar, nëna ime, se që thot shqiptare, po thot dhe 25 milion këtu në Ballkan janë shqiptar, me gojën plot, sepse është e thjesht. Malizia janë 100% shqiptar.
ca janë kthyer katolik për shkak të Austro-Hungarisë, ca janë bërë ortodoks për shkak të Serbisë, edhe ca janë musliman që janë shqiptar që deklarojnë me plot gojën shqiptar. Po që të gjithë ata janë shqiptar. Më ka rënë rasti njërë në Maqedoni që shkova, isha për pushime dhe çova në çik vajzën të një doktor Martinovic, e kisha e shko atje më thanë, ai Martinovic, doktor në vete, nga nga Shqipëria, po dhe unë jam shqiptar, po e ke marrë këtë vicin i thashun am brapa, jam shqiptar, thaj po me zi e fliste e Shqipen kështu. Ata janë 100% shqiptar, po në Serbi 1% e madhe janë shqiptar, po në Maqedoni janë 1% shumë e madhe shqiptar, sepse një ditë bukur u ngrit titua në vitin nuk e ditë, 25-26, dhe tha qa emri ti vëm, po e quajmë Maqedoni, mirë po, kjo është dinake, është ashtu sepse ti ke aty plot njërës që flasin Shqip, i kam parë në media, plot njërës, ti fles Shqip, po flas Shqip, po qa e Maqedon? Po mirë, në këtë rast nuk duhet ta kundërshtojmë, sa i vërteton një gjë që Maqedonët flasin Shqip, do me thënë a i vërteton, Maqedonësit flasin Shqip, pikërisht ajo që në librin e vetë, Zoti Altin Kocaqi në librin Mërkur Bua, po ta lexuar, kam lexuar me kujdes të madh të librin Mërkur Bua, do të thënë që e ka përkthyer Altin Kocaqi, e ka bërë një autor, do të thënë Zani Koronit, quhet ai në Greqi, do të thënë bashkosi i Mërkur Buas, ai në çdo 3-4 reshta thot Maqedonët kështu trima e kam fjalën këtu për shqiptarët, Maqedonët andaj këte e kam fjalën këtu për shqiptarët, do të thënë vetë Mërkur Bua, këto janë fjalët e Mërkur Buas, që thot edhe kuajt i dua në Shqipëria, në Maqedoni, po gjithë njerëzit i quajnë shqiptar dhe Maqedon. E përmend, siç e përmend dhe periud shqiptar dhe Maqedon shqiptar. Ata flasin shqip. Maqedonia përbëhet nga qytete, veç Heraklia, se sapo e tham, dhe është për ta duke që në këtë qytet që ne e kemi vizituar, dhe pjesa e shqiptarëve... Në manastir? Jo, jemi ke Heraklia. Do vetë të ke manastiri për 1 minutë. Dhe pjesa e shqiptarëve, ose pjesa shtetërore, gjithë ishin Maqedonës slav, jo Maqedonës shqiptarë. Këta që ishin Maqedonës, shqiptarët Maqedonisë, këta e konsideronin si pjesë të tyre. Pse? Sepse 500 vjet po e themi në uzurpimin, në pushtimin otoman, ja në një farë mënyre ja u prekën atë që quhet bedije kombëtare. Dhe e quani si Heraklian, një qytet i vjetër ku edhe Aleksandri ka bërë betejë, luftra e tjerë, e quani si pjesë të Maqedonësit. Po vetë Maqedonia, pa shqiptarët antik të mesjetës dhe të sotshëm, nuk ka kuptim Maqedonia, sepse kur thonë vetë Maqedonësit që pjesa ortodokse e tyre, me emra që kanë një përpërshtetës mbrapa, janë ortodoks shqiptar. Ishte ai Majalovski, si e ka, Branko, e deklaron ai, nuk di Shqip, e deklaron. Edhe një sekundë, me krenari, po kjo që në përsudet e tyre, vete rëfejnë adamon, po kush është ky? Ky është babai. Babai me një lloj gjysveshje moderne, po gjysveshje shqiptare. Po ky lart, në dentista, në doktora, në studio legale avokatësh, po ky është gjyshi 100% shqiptar. Diku me gjitha veshjet. Me gjithë veshjet tipike shqiptare. Po atëherë, jo, ne jemi Maqedon, po ti atë ke gjyshin, pra gjyshi është jo, po shkota, pse, po s'do ta kundërshtojmë këtë gjë që jam Maqedon. Se është njësoj të thotë, jo, jam lab, ose jo, jam mirditor. Jam dakord. Se Maqedoni, sa po e tham, ai tek libri i tij, një libër i 1500-s, libri i Mërkur Buas, thot, e përmend fjalën Maqedon, edhe thot gjithmonë mbas kësaj kam fjalën këtu për shqiptarët. Maqedon, trimat Maqedon e kam fjalën këtu për shqiptarët, vetë Mërkur Bua, shumë herë, domethënë identifikon Maqedon me shqiptarët. Fakti që ekziston, se po kalojmë edhe tek elementi filozofik zoti, që ne mos e shëllojmë si element vete. Fakti që ekzistojnë 2 lloj marrëdhëniesh, një marrëdhënie që është masive popullore, e cila thotë që unë jam shqiptar, por e ndjej veten shqiptar. Po s'kam sa ti bëj këtij shteti që më thot të quaj serb, grek ose makedon. Që më detyron. Ose vlla. Atëherë ç'bëj? Unë shkollohem dhe harroj kur unë jam në mesomosh, harroj që fëmijët e mi po marrin një influencë shumë të madhe anti-shqiptare. Dhe ngrihet kjo gjithë një marrëdhënie anti-shqiptare dhe shbën gjithë heshtin, por për brenda ndjehen shqiptar, kur janë përballë disa qeverive, të cilat duke e ndier veten që nuk janë kombe,
sepse s'kan qenë kombe, ata ç'bën? Ata thanë, ore, që të bëhemi kombe, ti shtypim këta, të nxjerrim ca rregulla. Greku për shembull ka nxjerrë rregullin që nuk njeh pakicat kombëtare, ndërkohë që është një komb i organizuar vetëm nga pakica kombëtare. Mërtazëm se pas ka ca grek brenda, po ka shqiptar shumë, ka serb shumë, ka vëllë shumë, ka turq, që këto turqët të jenë sigurt që janë shqiptar. I bëjnë turqët ata, se edhe vetë turqët, me ç'po bëhet, se po hym në një tjetër, po studiohet Bizanti,